gjëra mund të jenë krahasueshme me dallikun që turizmi në nivelin e luksit mund të jetë diçka kundër njerëzit, është një nga gjërat më të pasgjuara që mund të ndiset. Është e kundërta sepse ajo çfarë sjell një turist në një resort luksoz është më shumë në kuptimin e të ardhurave për vendit dhe është shumë më pak në aspektin e turistnisë, të trafikut, të ndotjes e kështu me radhë. Turizmi luksoz është ai që e mbron një vend nga ajo çfarë mund t'i shkaktojë turizmi masiv, sepse turizmi masiv ka qenë një ambasador i shkëlqyer për Shqipërinë. Sepse përhapi në botë zërin që ne nuk ishim ai vendi zymt ku mund të shkoje, të dhunoheshe, të vidheshe, të vriteshe, ku ka mafje, droge, korrupsion. Jo. Është një vend i shkëlqyer ku mund të bësh pushime, por nuk mund të vazhdojmë në këtë mënyrë. Na duhet të kemi turizëm luksoz për të ndryshuar shkallën e të ardhurave për vendi dhe për të ulur trysnin që turizmi masiv ka mbi mjedisin.